Përshëndetje të gjithëve, unë jam Sabina. Sot me ju do të rrëfej për jetën time, për besimin tim dhe për familjen time. Familja ime përbëhet prej 6 antarësh: mami, babi, gjyshi, unë dhe vllai dhe nëna. Që e vogël, unë kam shkuar në kishë dhe jam rritur me fytyrën e Perëndisë sepse prindrit e mi janë të krishterë. Unë shkoja gjithmonë me ta dhe dëgjoja për Jezusin dhe shikoja tek ta dashurinë që kishin për të dhe unë fillova nga pak të besoja. Por, kur ndodhi pagëzimi, unë vërtet në ato çaste fillova të besoja akoma më shumë dhe aty njohta vërtet fytyrën e Perëndisë dhe fjalën e Tij. Ne vajzat në Shqipëri më shumë duam babin dhe unë jam shumë e lidhur me të. Babi në fillimet e mia më ka ndihmuar të lexoj Biblën. Biblën e parë mbaj mend që e ka marrë nga Radio Emanuel dhe babi çdo ditë ma lexonte atë. Dhe që nga ajo ditë unë nga pak po filloja të lexoja. Që në këto ditë unë fillova të merrja pjesë në programin e fëmijëve në Kishaulli i Gjallë. Në fillimet e mia kam filluar të lexoj Biblën dhe më pas kam filluar të merrem me lojrat, me kraftin dhe më pas jam futur në adhurim. Pasi babi më lexonte çdo natë Biblën, unë aty fillova të njihja më shumë Perëndin. Kjo gjë mua më pëlqente shumë dhe unë fillova ta ndaja me shokët dhe me shoqet e mia. Siç thash pak më parë, babin unë e dua shumë, por mamin nuk mund ta le. Dhe ata e dua shumë dhe kam pikën time të dobët. Pasi ajo vuan nga disa sëmundje, unë çdo natë lutem për të dhe si Perëndia më është përgjigjur dhe më ka thënë që ajo do të jetë gjithmonë mirë dhe do të jetë pranë teje. Ne kemi shumë shërbesa në kishë, kemi grupin e lutjes, kemi ditën e shtunë që është dita më e bukur që mua më pëlqen më shumë, pasi kemi aktivitete me fëmijët, kemi kraftin, kemi lojrat dhe kjo më pëlqen shumë, por dhe dita e diel është një ditë shumë e bukur për arsye sepse ka predikim dhe predikimet janë shumë të bukura dhe unë kam filluar që predikimet i kuptoj akoma më shumë dhe adhurimi është pjesa më e bukur që mua më pëlqen. Unë marrë pjesë në shumë shërbesa, ku jam dhe aktualisht, kam marrë pjesë në kampe verore, të cilat më kanë pëlqyer shumë dhe kam dëgjuar shumë për fjalën e Perëndisë. Kam marrë pjesë dhe në Radio Emanuel. Me Radio Emanuel unë kam një lidhje shumë të veçantë, pasi në fillimet e mia ata më kanë dhuruar një Bibël dhe që këtu kam filluar të afrohem më shumë me ta dhe të kem një lidhje më të ngushtë. Aty jam lutur për fëmijët, kemi lexuar rreth Biblës. Kam thënë fjalën kurajuese për ta, kam thënë një mesazh për ta, që është shumë e rëndësishme dhe kam treguar më shumë rreth vetes time dhe rreth besimit. Kjo eksperiencë për mua ka qenë shumë e bukur për arsye sepse kam mësuar si edhe të flas më mirë dhe më bukur. Pas kësaj kemi filluar me teatrin me kuklla. Teatri me kuklla është diçka shumë e bukur që ne bëjmë sepse fëmijët tërhiqen nga ajo dhe e shohin atë më me vëmendje dhe vërtet kuptojnë diçka më të bukur, pasi fëmijët kur janë të vegjël kanë shumë dëshirë të shikojnë gjëra të ndryshme dhe jo si mund ta shikojnë një i rritur. Unë kam marrë pjesë dhe në Face Paint, kur ka ardhur Radio Emanuel dhe kjo gjë mua më ka pëlqyer shumë sepse unë aty kam shfrytëzuar talentin tim, pikturën, dhe kjo gjë i lumturon shumë fëmijët dhe kjo gjë mua më gëzon. Disa talente që unë kam është gjimnastika artistike. Kam 7 vite që shkoj në të, tani kam filluar të bëj një pauzë, ndoshta më vonë mund të rikthehem dhe një pasion im është këndimi, muzika. Unë adhuroj në kishë dhe kjo gjë për mua është gjëja më e bukur, sepse është një ndër talentet e mia dhe piktura mbi të gjitha mua më pëlqen shumë sepse aty shpreh ndjenjat e mia. Në të ardhmen time unë e shoh veten në adhurim, pasi nga këto 3 talente, ajo që mua më pëlqen më shumë është këndimi dhe më bën të kem një marrëdhënie shumë të veçantë me Perëndinë. Në kishë ndihem si pjesë e familjes sepse ata besojnë të gjithë në Jezusin, por në shkollë ka paragjykime, për besimin tim është një tallje, por gjithsesi unë zgjedh që t'ja anashkaloj të gjitha ato dhe të besoj në Jezusin. Pavarësisht të gjithave, unë i dua shokët dhe shoqet e mia. Unë kam dhe një mesazh për fëmijët. Besoni te Jezusi sepse ai është udha e vërteta dhe jeta. Nëse besoni te Jezusi, ai nuk do t'ju lejë kur vetëm dhe do të jetë gjithmonë me ju në çdo moment të vështirë ose sfidë që ju do të keni. Besoni te Jezusi dhe ju. Jezusi ju do.
kjo është jeta ime. Në qendër të saj është Jezusi, familja, unë dhe kisha.